Ka startuar sezoni shigjetari, dielli ka 2 ditë që është futur në shigjetar dhe do qëndrojë për më pak se 30 ditë të ardhshme në këtë shenjë dhe energjia është bërë më e lehtë, më optimiste, më e gëzueshme, më ekspansive, më drejtuar drejt mundësive. Dhe gjatë kohës që dielli do të lulëzojë në shenjën e shigjetarit, do të ketë shumë ndryshime në frontin akademik edhe shumë ligje dhe rregullore të cilat do të hyjnë në fuqi që të kësaj kohe. Në fakt sezoni i shigjetarit është sezoni ku rritet ajo dëshira jon për të studiuar, për të mësuar, për të eksploruar, për të marrë trajnime të ndryshme, për të futur në kurse të ndryshme, sidomos ato të gjuhës së huaj. Marrëdhëniet me nga jashtë do të përmirësohen gjatë kësaj kohe, bisedimet diplomatike më në fund do të shohin dritë, do të jetë një kohë e shkëlqyer për tregjet e aksioneve dhe botës së biznesit që të lulëzoj. Ne në përgjithësi do të jemi shumë të fokusuar drejt përmirësimit të vetes, të mësojmë më shumë mbi veten tonë, mbi filozofinë e jetës, mbi filozofinë e njeriut, sepse filozofia lidhet ngushtë me shenjën e shigjetarit që ta dini. Dhe për sa i përket turizmit edhe botës biznesit apo biznesit të turizmit do të shikohet një lulëzim gjatë kohës që dielli është në shigjetar, një përparim më saktë. Do të ketë shumë situata apo shumë mundësi që do të na jepen për t'i shfrytzuar që ne të vërtet të shkëlqejmë. Por nëse ne vërtet duam që të shkëlqejmë, mos të rrim në atë anën e errët apo në atë hijen e egoson. Se si do ndikoj sezoni i shigjetarit për të gjitha shenjat, unë i kam publikuar ato, ka 2 ditë që i kam publikuar në Patreon, kështu që mund të abonoheni në Patreon për $10 në muaj që bie diku te 8.000 lekë të vjetra. Dhe keni akses për të parë gjitha parashikimet e mundshme që unë hedh për shenjat. Këto janë të përgjithshme, nuk janë personale, ndërsa kur them më shkruani për personale, edhe ato janë për kundrejt një pagese, por janë me shërbime që variojnë që unë i kam të afishuara, si në TikTok, si në Instagram. Megjithatë ju më shkruani në DM.